Stina e dimrit dhe temperaturat e ulta kanë shënuar një shtim të rasteve me grip apo viroza. Mjekja infeksioniste doktoreshe Siduka thotë se gjatë kësaj periudhe qytetarët duhet të konsultohen me mjekun për shqetësimet që kanë dhe jo të marrin vetë medikamentet në farmaci. Duke qenë se periudha e ftohtë e vitit shoqërohet me periudhën e virozave dhe të gripit, sigurisht që ne në këtë periudhë kemi një shtim të numrit të rasteve, që mund të jenë në sindrome gripale, të shoqëruara dhe me komplikacione të ndryshme, qoftë encefalite, do të thënë prekje të sistemit nervor qendror, qoftë meningite, apo forma të rënda të pneumonisë që manifestohen si komplikacione të gripit gjatë kësaj periudhe. Një pjesë e pacientëve paraqiten edhe në farmaci, duke marrë medikamente, pa u konsultuar me mjekun, qoftë me mjekun e familjes, dhe këto janë subjekte që paraqiten edhe në format më të rënduara, sepse duke qenë se fillon një mjekim pa u konsultuar me një mjek, ato paraqiten edhe në format më të rënda dhe kërkojnë hospitalizim në shërbimin tonë. Mëtej mjekët bëjnë apel që të kryhet vaksina kundër gripit, pasi është thelbësore veçanërisht për ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Vaksinimi për të gjitha grup moshat, aq më tepër për të sëmurët që vuajnë nga sëmundjet kronike, që mund të jenë hipertensioni arterial, mund të jetë diabeti mellitus, apo sëmundshmëri të tjera kronike. Kjo është gjëja më e mirë e mundshme për të gjitha subjektet. Domethënë vaksinimi mund të bësh në çdo kohë, edhe tani, nëse pacienti nuk ka paraqitur simptoma të tilla si temperaturë apo të ngjashme me rrufën, rrjedhë hundësh apo gjëra të tjera. Sigurisht që kontakti i parë duhet me mjekun e familjes dhe çdo medikament apo çdo këshill e mundshme duhet të merret fillimisht nga kontakti me mjekun. Pastaj mjeku, në varësi të problematikave apo të komplikacioneve që bën pacienti, do të referohet në shërbimet më të specializuara, siç është edhe shërbimi ynë.